polarizimi i shoqërisë kosovare, sidomos me ardhjen e Albin Kurtit në krye të qeverisë Republikës Kosovës, i cili përmes një puçi institucional o juridik, jo puçi përmes një puçi institucional juridik, e mbajti që të tërë Kosovën pezull, e mbajti Kosovën në diktatin e tij, në vazhdimsi, përkundër asaj që deklarativisht i ka dhënë tash disa deklarata në favor apo në mbrojtje të pjesëtarëve të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës që atje po akuzohen, në esencën e tyre ata i kanë luftuar me të gjitha forcat. Këtu mund ta them gjenezën, nuk ka gjeneza veç të Albin Kurti, po dhe faktori apo një qendër politike shqiptare që e ka burimin të lidhja demokratike e Kosovës, në krye me disa krerë të saj, të cilët janë zëtu hapur që do t'i çojnë në burg të këta pjesëtarë që i kanë pri luftës për çlirim. Faktikisht e ka bë të vështirë një qendrim unik të faktorit shqiptar, karshi proceseve, përkatësisht karshi shkeljeve të drejtave njerëzore dhe të drejtave si të akuzuar në procesin e Hagës. Konsideroj që ne si shqiptar, si kosovar, nuk kemi qenë nivelin e duhur të detyrës për ta njohur, për ta rujt, për ta fisnikru dhe për ta mbajt në vendin që duhet vlera jon që dën vlera jon më e larta që kemi pas apo që kemi ndërtu ndonjëherë në historinë tonë. Pra, çlirimtarët e tonë, jo që nuk kanë qenë të mbrojtur institucionalisht, po çlirimtarët e tonë kanë qenë të ballafaqum edhe me akuza apo me grumbullim dosjeve të cilat kanë ardhur. Ne kemi pa rastet e Donika Gërvallës, e cila është ministër në kuadër të qeverisë Thaçi, dhe e cila ka deklaruar përmes mjeteve të informimit që ka deponu dosje për gjykatën speciale. Janë ato thonjet e Albin Kurtit, ik Hashem tek i venin atje në gjykatë Hagës, etj. Pra, lufta politike për eliminimin e njerëzve të cilët e bën lirinë e Kosovës dhe të cilët e bën ndërtimin e Kosovës, që sollën bashkërenditje me faktorin ndërkombëtar edhe institucionin përkatësisht pavarësinë e Kosovës edhe formale, që sollën njohjet e Kosovës në nivel rreth 120 shtete, faktikisht nuk është bë mbrojtje, po përkundrazi është bë një përpjekje për t'i relativizuar dhe për t'i larguar nga skena politike si rezultat i ambicjeve për pushtet, ambicje të cilat nuk arsyetohen në asnjë mënyrë. Prandaj, rezultimi me dënim i njerëzve eventual, po them, i njerëzve që përfaqësojnë UÇK-n, që përfaqësojnë sakrificën më sublime të këtij vendi, do të shkaktoj tensione të ashpra në Kosovë. Unë nuk e shoh që Kosova do të jetë ajo që ishte në rast se mund ndodh dënimi i krerëve të Shoqërisë Shqiptare. Nuk mundet me shfaqsu veten lidhja demokratike në vazhdimsi kundër këtyre njerëzve, rezultati i mospranimit apo çyçarisë së saj për ta pranuar që jo për herë dhe përjetësisht opsioni paqësor për ngritje apo për pavarësimin e Kosovës ishte opsioni i drejtë. Nuk mund të shfaqsu Albin Kurti, i cili po ashtu e avokaturën popullin ngrimonten me pretendimet e rrallë se këta ishin kriminale, këta bën atë vetëm pse një pas luftës mund t'i ketë natyrshëm defektet e veta, siç mund t'i ketë çdo çështje defektet, me u thirrë në defekt normale pas luftës për të akuzuar njerëzit kriminal, njerëzit si rënues për 20 vite Kosovës. Kjo është nuk absolutisht nuk e shfaqson as Albin Kurtin rreth e lidhjes demokratike. Pra, në Kosovë çështja është mjaft. Çështja nuk i përket Rusisë dhe Serbisë, po çështja i përket edhe akceptimit të pa diskutim të gjitha atyre hapave që Serbia dhe Rusia i kanë ndërmarrë nivelin ndërkombëtar për ta ngritur edhe gjykatën ndërkombëtare. Dhe njerëzit që kundukten apo krijimin e gjykatës, që mos i ditë prapaskenat që qëllimi i gjykatës po kërkohet që të verifikohet se jo si të trafikimit të organeve, tash e përdorin, ne kemi qenë kundër gjykatës.
nuk është e vërtet, nuk kanë qenë kundër gjykatës, kanë qenë pro gjykatës, narrative ishin dhe në sinqerisht ju them, është helmu një pjesë e mirë e qytetarisë këtu me narrativin shumë të gabuar, me narrativin krejtësisht politik të strukturës ekzistuese. Dhe kjo nuk është një çështje që brengos apo që lejon komoditet. E përjetofshëm dhe unë po mendoj që padyshim që ashtu do ndodh fatin e lirimit pa faj të akuzuarve në procesin e Hagës, në mënyrë që rrjedhat në Kosovë të stabilizohen. Përndryshe, nuk mund ta hedhim gurin as te Serbia, as te Rusia. Burimi i krejt kësaj situate është ishtë burgosurit politik të Kosovës të parë, të cilët u identifikuan me ondjen e tyne me nonën Shqipëri, që u identifikuan me Shqipërinë e cila në krye e kishte Partinë e Punës e që kishte Enver Hoxhën, pa marrë parasysh kush ishte ajo. Ajo ishte nona jon, ajo nuk ishte Jugoslavia e cila e kishte të instaluar krejt makinerinë e udhëve së mbrana Kosovës, dhe ne u identifikum në vazhdimsi me nonën Shqipëri. Dhe të gjithë ata që ishin me titën, të gjithë ata që ishin me titistët, që ishin pjesë e UDB-s, ata u renditen me kundërshtarët e ishtë burgosit, të cilët identifikoheshen me Partinë e Punës edhe me Shqipërinë, jo me ideologjinë, po me faktin që ishte substanca e jonë të cilës ne do të duhetim shtetëshim. Ne do të duhetim shtetëshim Radio Tiranës apo televizionit shqiptar, sepse ne s'kemi pas 4 shtete me dikon tjetër. Dhe këto polarizimet fillojnë pikërisht sakrificat e para dhe theksi përkatësisht ajo kulmi i këtyre polarizimeve po ndodh pikërisht të Burgosit. Pra fillon me të Burgosit nën pushtetin e dikur viteve të 50-ta, në krye me Adem Demaçin, dhe përfundon me të Burgosit po ashtu këtë vit në krye me Hashim Thaçin. Dhe ne drejt jemi identifiku, ne nuk kemi faj pse renditen njerëzit mbi bazën e përkatësive ndryshme. Nuk isha i Zotit ta marr armën, prandaj unë du t'i luftoj këta që kishin armën, unë nuk isha i Zotit të renditem në forcat kombëtare dhe tash t'i luftoj këta që ishin me forcat kombëtare dhe që e bën lirin. Këto polarizime faktisht neve kanë me na kushtu, po do të zbuten shumë në rast çlirimtarët e tonë do t'i kthehen në Kosovës dhe unë e kam një bindje shumë të mirë, shumë të fuqishme që kjo do ndodh. Zoti Selimi, ju e përfunduat fjalin tuaj që ushtarët ish komandantët të ushtrisë shqiptare të Kosovës mund të kthehen në Kosovë. Çfarë ndodh nëse një gjë e tillë nuk ndodh? Po, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, e para që ndodh vërtet është thellimi i polarizimit të shoqërisë kosovare. Nuk po du me paragjyku zhvillime zeza. As koncepti luftë qytetare, as luftat qytetare nuk ishin me ekzistu, po qëse terminologjia, po qëse ato nuk kanë ndodhur kur. Dhe unë friksohem prej turbullimeve mranda për mranda Kosovës, sepse unë për vete nuk jam gjendje lehtë me duru dikan që deri dje ka qenë në strukturat e UDB-s serbe dhe jugoslave, dhe i cili mohon çdo vlerë, që mohon lotët e nonave për dëshmorët, për fëmijët e vet që kanë rënë në altarin e lirisë, që mohon sakrificën dhe vujtjen dhe që mohon viktimat martir që kanë rënë pikërisht si rezultat i dhunës serbe në Kosovë. Dhe unë nuk mund të pajtohem me komoditetin e atyre të cilët nuk bon asgjë për vendin, e sot janë zëshëm dhe renditen për ta relativizu madhështinë e prisit të sakrificës kulmore të shqiptarëve të Kosovës. Prisit i cili arriti me fitu vëmendjen, dashnin, respektin, me u përgjegj kushtrimit të cilit arriti me u përgjegj
nga Shqipëria dhe nga gjitha trojet të banume me shqiptarë, apo në fund arriti shohet edhe orma e forcës maksimale botnore, orma e NATO-s. Dhe unë zëre kam pajtu që ata njerëz relativizojnë gjithë dhe e marrin përmes formave të veprimit të populist, manipulojnë masat, manipulojnë me padituninë, me mjerimin intelektual dhe morën çdo me kanalizu anej ka s'dojt. Unë e shoh pushtetin e sapo morë Albin Kurtit si një veprim apo si një bazament për me thellu të keqen në Kosovë, jo asesi për mi përmirësu procesin në Kosovë. Dhe dënimi i krerëve pikërisht do të arsyetoj akuzën përkatësisht sharjes që i drejton Donika Gërvo prizve të Shtetit Shqiptare të Kosovës, sharje të cilat kuzhina përkatësisht struktura të veçanta të lidhjes demokratike të ndërtuara, komisionet veçanta të ndërtuara për ta denoncu përkatësisht veprimtarinë e çlirimtarëve të Kosovës. Dhe aty duke i fut edhe humbjet e njerëzve të cilët kanë ndodhur edhe pas periudhës luftës, e të cilat përkundër asaj që kanë pas pushtet, edhe këto subjekte asnjëherë nuk e kanë argumentuar se kush ishte ai i cili ishte ekzekutori përkatësisht ndjekësi i këtyre viktimave. Dhe tash këto, në rast se kjo ndodh, kovi i aty në kuzhinave apo vazhdimësia aty në kuzhinave do të ndodh. Dhe fatkeqësia ne do të përçohemi si rezultat i mendimeve apo i bindjeve politike si substancë, si popull, dhe perspektiva jonë do të zbehet pikërisht nga një polarizim akoma më i theksuar se që ekziston sot në shoqërinë shqiptare.